Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje! Është sërish e inte dhe jemi në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Shoqja ime Livia sot ka një të ftuar shumë interesante, të cilën ja lë gjithë nderin e saj ta prezantoj. Në fakt un kam një të ftuar që kam mbështet. Unë këtë vit në fakt nuk kam mbështet shumë. Është e vërtetë, e kam ndjek, por un kam pasi të preferuar që është mund ta quaj burrnesht paktën për mua. Juela. Mirë se erdhe në She's on Air. Mirë se ju gjeta goca. Faleminderit shumë për mikpritjen, për ftesën. Jam shumë e lumtur që jam këtu me ju. Juela, ke qenë një nga banorët më të sfikatur aty brenda në shtëpinë e Big Brother dhe shumë pranë finales, edhe gjysmë finales ti u eliminove. A ndjeve që nuk do shkoje në gjysmë finale apo mendove se do arrije edhe më gjatë? Unë kur kam hyrë në fillim e kam dashur gjithmonë deri në fund të shkoj. Domethënë kam luftuar dhe jam përfshirë edhe kam tregu veten time që të arrija dhe ta merre domethënë vendin tim në finale. Pastaj gjërat shkuan ndryshe dhe duhet t'i pranojmë ashtu siç shkuan. Kush mendon se ta mori vendin e finales? A është ndonjë banor që ta ka marrë? Që e meriton më pak se ti finale. Jo, që e meriton më pak, por që jam unë, ai. Besoj Matteo nuk e meriton ka shumë finalen. Thonë që ka bërë një lojë, por unë besoj që loja ati ka qenë më shumë, realisht shumë fal Brikenës. E meriton të më shumë Brikena se Matteo finalen? Atëherë mes atyre dyve mbase nuk e di, nuk besoj asnjëri as tjetri. Domethënë unë më shumë edhe aty luftën time me ato e kisha. Po nëse do ishin 5 finalistë, do ishe ti njëra nga ata apo do ishte edhe Matteo dhe Brikena të dy bashkë? Jo, njëri nga çiftet, zakonisht. Nuk e kemi menduar, domethënë unë aty kur isha banore nuk e mendoja që të dy do iknin në finale. Isha gati e bindur njëri maksimumi nga ata dhe të kishin qenë 5 finalistë patjetër unë do isha në finale. Me që jemi të meritat, e meritonte shndriti më shumë gjysmë finalen se ty? Nuk e meriton të shëndriti më shumë se unë. Kjo është një pyetje që patjetër nuk do të them që meriton të më shumë ai. Pse meriton të më shumë Juela dhe jo Matteo në këtë rast? Çfarë është ajo që Juela bëri më shumë, pse çfarë i jep ti vlera vetes tënde? Në thonjë atëherë do të përgjigjem shumë thjesht. Nuk kam pranuar të bëj kompromisa aty brenda. Domethënë nëse e kam çuar lojën time përpara, e kam çuar lojën time me forcën time, pavarësisht domethënë edhe mbështetjes që jepnin njëri tjetrit unë dhe Rogerti, por debatet, personi që kam treguar aty brenda, gjërat që nuk më kanë pëlqyer, i kam shpalosur vetë, i kam çuar vetë përpara debatet. Pa bër kompromise, pa bër dasëm, pa bër ti mendon që është e nevojshme flërtet. Pikërisht kjo marrëdhënia mes Matteos dhe Brikenës, ti e quan kompromis apo ka diçka të vërtetë? Shiko, unë nuk kam pa aty, personalisht nuk është se më kanë përcjell diçka të vërtetë, dhe kam qenë ajo që në fillim mendoja që mund të ishte diçka e vërtetë mes atyre. Nga Matteo në fillim mendoja, të them të drejtën e mendoja pak, sepse kishim dhe një afrimitet miqësor në fillim unë dhe Matteo dhe mu dukte një djalë domethënë i sinqert në atë që donte nga Brikena. Pastaj e zbuloi, si më thënë, të rinë loj me atë mënyrë dhe pastaj po e mbante. Po. Ato mendoj. Domethënë Brikena ja dha këtë mundësi, e zhvarritën si gjë dhe e përdorën sipas me në maksimum për të quar domethënë veten e tyre në finale të dy ose pastaj njëri nga ato të dy. Unë mendoj që ata të dy patjetër kanë dashur të ikin në finale dhe ta lozin si kartën më të fortë, sidomos dasmën. Një nga deklaratat që Livia ka bërë në trotuar ka qenë ajo që Brikena luftën më të madhe e ka pasur me Matteon. A mendon se vërtet ka qenë kjo luftë, domethënë në kush do merrte finalen dhe me sa duket Brikena e humbi apo Matteo e ka pasur më shumë me Brikenën? Atëherë në fillim e mbaj mend që Brikena u konsideronte një lojtare e fortë. Pastaj me hyrjen e Matteos, domethënë se si e humbi pak, thonte Rogerti atë brendin e saj, si Brikena. Pra besoj që nga kjo lidhje që kanë patur brenda, ai që ka përfituar më shumë është Matteo. Sigurisht do në finale. Po nga ana tjetër, Selin, çifti Gimbo Selin, si i keni parë ju brenda shtëpisë të paktën këtë çift? Kush ishte më real njëherë mes këtyre të dyve?
Sipas Juelës asnjë më duket. Asnjëri. Po kush luante më shumë mes Jo sepse jam skeptike, më beso, domethënë besoj shumë në gjërat e vërteta. Nuk më pëlqejnë gjërat që bëhen dhe do se s'bën që njerëzit të besojnë që ne jemi të vërtet. Domethënë edhe debatet që unë i kisha shpesh me Selin ose me Mateo, i thoja pse ju doni domosdoshmërisht që kjo gjë të besohet, sidomos nga ana jone banorëve. Unë nuk e besoj që e kanë patur realisht vetëm për lojë aty brenda. Patjetër që me Selinin dhe Gimbos ishte një energji e mirë, të dy, shumë të ri. Besoj që dhe ai deri diku mund të ketë qenë ndoshta pak më i përfshirë se ajo, por jo që të kishin diçka, do me thënë, si që thot ajo, di dashuria jetës time. Në fakt e habishme që Gimbo nuk ishte as prezent në fan club, apo jo? Të paktën, duke qenë se Selini është në finale, të dilte të japte suportin e tij në prime time në fan club. A di në gjap arsyen që Gimbo nuk ishte? Nuk e di fare. Nuk e di fare, nuk e di, ju ka bë hapi ju kemi kontaktuar. Por ka qenë e habitshme sepse do ishte në fakt të drejtë, sepse do ishte e pritshme, ai do ishte i pari aty për ta suportuar. Shumë ka qenë pjesë gjithë atyre debateve. Po, unë mërzitëm shumë që Gimbos ishte fan club. Jo, unë nuk e mërzita, me ju thosh të drejtë. Ishte ironike. Ishte ironike, normal. Kjo gjë zgjon pak pikë pyetje, pse Gimbo nuk ishte? Gjithë javën, nga që s'ishte Gimbo. Tani unë do të vetë pakti Juela, cila ishte lëvizja jote më e zgjuar në lojë, por edhe gabimi yt më i madh. Një kritik për veten. Atëherë, gabimi më i madh ndoshta se do të isha tregu më kujdesshme për kordat e mia vokale. Që do t'i rekuperoj shumë shpejt. Nuk e bërtitur aq sa duhet. Jo, do ta kisha ulur pak më shumë tonalitetin e zërit, por atësarimi, nervat e sipër, domethënë gjithmonë në lojë. Se në jetën time reale nuk më kishte ndodhur ndonjëherë të isha kaq e atësarume për kaq shumë kohë. Ne po t'i ruajmë vetëm pak kordat vokale, do shkojmë në publicitet sepse kemi pyetje tjera, kështu që na duhet zëri.